me çfarë standardi shkencor, logjik, fetar, nga burimet normale, apo përvoja e njerëzve shekullore, me cilin nga këto burime për shembull mund të justifikohet lejimi i alkoolit. Kallëzom. Lejimi i duhanit. Shikoni për shembull tash, me ligj është obliguar që me vendos mushnit me kancer në ballinën e, po mirë Allah se qëtum qënti, pëse po mlen me pimër Allah. Ama liria është. Ne më në qka për të shke liri pra? Kush e ka përsatu që liri? Shkenca jo, shkenca po të keq është, përvoja jo, feja dhe ma heq, logjika jo, qka është apëtër në tërë? Të hual anfus. Epsh, kujt? Ne akone abur. Qikaq? Dhe më thonë, përsaktimi i gjërave, lejim e ndalim bojnë bi bazën e hamencive dhe epsheve. Që ata që e kanë lonë udhëzimin që kanë gjithë, e kanë lonë udhëzimin e Allahu Xhallahu Ala, krijuesit, dhuruesit negative, ati që kujdeset për njerëzit, e në këmbim me këtë që kanë marë epshet, teket, edhe jo gjithë kujna, po të njerët saktuar që kanë pushtet, kanë fuqi, kanë dikim, ata pasta imponojnë që edhe të tjerë të përshtatën epsheve dhe kujteve dhe mendimeve të tyne.